Horoskopi kinez, muaji gusht. Muaji gusht sjell një valë të fuqishme energjie pozitive dhe rritje profesionale për të gjithë ata që kanë lindur në shenjën e Miut. Ndikimi i majmunit hënor krijon një aleancë mjaft harmonike me shenjën tuaj, duke zhbllokuar çdo projekt apo investim që ka qenë i ngrirë gjatë javëve të fundit. Në ambientin e punës, idetë tuaja do të priten mjaft mirë dhe do të keni mbretësinë e dur për të marrë vendime të zgjuara financiare që do të rrisin të ardhurat tuaja afatgjat. Në sferën emocionale, komunikimi në çift do të jetë mjaft i rrjedhshëm. Është periudha ideale për të sqaruar keqkuptimet dhe për të ndërtuar plane të reja për të ardhmen. Miqt dhe familja do të jenë një shtyllë e fortë mbështetjeje gjatë këtij muaji. Miut single i premtohen takime mjaft interesante me njerëz që ndajnë të njëjtat vlera intelektuale dhe shpirtërore. Shëndeti paraqitet i mirë, por kushtoj një vëmendje gjumi të rregullt për të ruajtur këtë nivel të lartë produktiviteti. Kau. Gushti kërkon nga Kau një qasje mjaft strategjike, durim të madh dhe organizim të detajuar të punëve të përditshme. Energjia dinamike dhe e shpejtë e këtij muaji hënor mund të duket paksa e nxituar në fillim, por nëse ruani qetësinë tuaj karakteristike, do të arrini rezultate të shkëlqyera. Fokusi juaj kryesor duhet të jetë konsolidimi i aseteve ekzistuese dhe shmangja e shpenzimeve të pamenduara mirë. Çdo kontratë apo marrëveshje e re që nënshkruani duhet të analizohet me saktësi kirurgjikale për të parandaluar çdo gabim burokratik. Në anën e ndjenjave, çiftet do të gjejnë harmoni duke u mbështetur te veprimet praktike dhe ndihma reciproke në menaxhimin e shtëpisë. Jetoni të sotmen pa u stresuar për të nesërmen. Për kajt, single, ky muaj ofron mundësi për të njohur njerëz të pjekur në mjedise që lidhen me detyrat profesionale. Kujdesuni më shumë për shëndetin fizik, veçanërisht duke shmangur lodhjen e tepërt të muskujve. Tigri. Për tigrin, muaji gusht përfaqëson një periudhë mjaft intensive sfidash, por edhe transformimesh të mëdha pozitive. Duke qenë se ky muaj është në kundërshtim të drejtë për drejtë me shenjën tuaj sipas astrologjisë kineze, ju duhet të lëvizni me mjaft kujdes dhe diplomaci në çdo sferë të jetës. Mos merrni vendime impulsive në biznes dhe shmangni konfliktet e kota me prorët apo kolegët tuaj në punë. Nëse tregoni maturi dhe kontrolloni egon, kjo periudhë do të shërbejë për të korrigjuar gabimet e kaluara dhe për të ndërtuar një bazë më të fortë për muajt në vijim. Në sferën emocionale, çiftet duhet të praktikohet dëgjimi i thellë dhe të shmangen reagimet mbrojtëse për të ruajtur paqen në shtëpi. Tigrat single do të bënin mirë të perëndoheshin te vetanaliza përpara se të nisin një lidhje të re. Shëndeti kërkon vëmendje të shtuar. Menaxhoni stresin përmes aktiviteteve në natyrë. Lepuri. Lepuri do të kalojë një muaj mjaft të qetë, produktiv dhe të balancuar gjatë kushtit. Ritmi i ngjarjeve do të jetë i moderuar, gjë që ju lejon të punoni me ritmin tuaj pa u ndjerë në presionin e kohës. Në aspektin profesional, është periudha ideale për të përmirësuar marrëdhëniet shoqërore, për të zgjeruar rrjetin e kontakteve dhe për të bashkëpunuar në projekte që kërkojnë kreativitet dhe diplomaci. Financat tuaja do të jenë të qëndrueshme, madje mund të merrni një shpërblim të papritur për punën e bërë muajin e kaluar. Në sferën e ndjenjave, harmonia do të mbizotërojë në jetën tuaj bashkëshortore. Çiftet do të shijojnë momente të ngrohta private dhe biseda të shtruara që forcojnë lidhjen shpirtërore. Lepujt single do të rrezatojnë një sharm të ëmbël dhe mjaft tërheqës, duke tërhequr vëmendjen e personave që kërkojnë lidhje afatgjata. Shëndeti juaj është i mirë, thjesht ruani një regjim të rregullt ushqimor. Dragoi. Dragoi hyn në një nga muajt më të mbarë dhe më me fat të gjithë vitit 2026. Energjia e majmunit hënor përputhet plotësisht me ambicien tuaj madhështore, duke ju dhënë një shtysë të jashtëzakonshme në karrierë dhe në bizneset personale. Çdo nismë e re që do të merrni gjatë kushtit ka gjasa të ketë një rritje të shpejtë dhe të korrë sukses të madh financiar. Ju do të rrezatoni autoritet ekzekutiv dhe aftësi të shkëlqyera udhëheqëse, duke fituar admirimin e plot të rrethit tuaj profesional.
Në planin emocional, pasioni dhe stabiliteti do të bashkëtojnë në harmoni. Për çiftet, ky është momenti ideal për të marrë vendime të rëndësishme si bashkëtesa apo zgjerimi i familjes. Dragojt single i premtohen takime mjaft dinamike dhe elektrizuese. Magnetizmi juaj është në kulm dhe do të tërhiqni pas një sforcim njerëz seksor. Humori dhe shëndeti juaj janë në pikën maksimale. Gjarpri. Gushti sjell një dinamik mjaft interesante për gjarprin, e mbushur me mundësi të fshehura, por edhe me nevojën për vigjilencë të lartë. Në biznes dhe financa, intuita juaj e mpret do ju ndihmojë të dalloni detaje që të tjerët i kalojnë pa vëmendje, duke ju dhënë një avantazh të madh strategjik. Megjithatë, astrologjia kineze ju këshillon të shmangni aleanca të reja të pasqaruara mirë dhe të mbani planet tuaja sekrete derisa të jenë plotësisht të realizuara. Në jetën personale, marrëdhëniet kërkojnë më shumë transparencë dhe sinqeritet të pastër. Për çiftet, sqarimi i çdo dyshimi të vogël përmes një dialogu të qetë do të forcojë rrënjët e lidhjes tuaj. Gjarprinjt single do të kenë një sharm mjaft misterioz, duke joshur njerëz që mbeten të magjepsur nga thellësia juaj intelektuale. Nga ana shëndetësore, rekomandohet të gjeni kohë për të çlodhur mendjen dhe për të evituar mbingarkesën nervore. Kali, për Kalin, ky muaj i vitit tuaj sjell një ritëm mjaft të shpejtë, plot lëvizje, udhëtime dhe zhvillime dinamike në sferën profesionale. Ju do të ndjeni plot energji, entuziazëm dhe të gatshëm për të ndërmarrë lëvizje të mëdha në karrierë. Fati do të jetë në anën tuaj, sa i përket zgjerimit të projekteve dhe zgjidhjes së shpejtë të problemeve teknike që ju kishin bllokuar kohët e fundit. Financat do të kenë një lëvizje pozitive, por tregoni të matur që të mos bëni blerje impulsive, të nxitura nga euforia e çastit. Në dashuri, e sotmja dhe gjithë muaji kërkon që të jeni më prezent në jetën e partnerit, duke mos lejuar që punat ju largojnë nga detyrimet emocionale. Çiftet do të rigjejnë harmoninë përmes udhëtimeve të shkurtra apo aktiviteteve argëtuese. Kalit single i premtohen njohje të reja mjaft emocionuese gjatë aktiviteteve shoqërore. Shëndeti është i fortë, por kujdes me nxitimin fizik. Vija, muaji gushti ofron një atmosferë mjaft të ngrohtë, të qetë dhe mbrojtëse, e cila favorizon rritjen personale dhe qetësinë shpirtërore. Në aspektin e punës, nuk priten ndryshime të vrullshme, gjë që ju jep mundësinë të përfundoni projektet e nisura me mjaft saktësi dhe pa u stresuar. Bashkëpunimi me kolegët do të jetë mjaft i mirë dhe do të vlerësoni për natyrën tuaj paqësore dhe ndihmën që ofroni gjithmonë. Në sferën financiare, rekomandohet një menaxhim i matur dhe kursim i zgjuar. Në planin e ndjenjave, dashuria do të rrezatojë në shtëpinë tuaj. Çiftet do të kalojnë momente mjaft të ëmbla, plot harmonie për kujdesje praktike që e bëjnë lidhjen mjaft të qëndrueshme. Vit single do të rrezatojnë një elegancë natyrale dhe një mirësi që do të tërheqë pamundim njerëzit me qëllime mjaft serioze. Shëndeti juaj paraqitet mjaft i mirë. Thjesht vazhdoni të kujdeseni për ekuilibrin tuaj emocional. Majmuni, ky është muaji juaj i madh, i nderuar majmun. Meqense jeni në qendër të vëmendjes kozmike për muajin gusht, ju do të ndjeni një valë të jashtëzakonshme fuqie, qartësie dhe vetbesimi të lartë. Çdo bllokim komunikimi apo vanesë teknike që keni përjetuar më parë do të zhbllokohet menjëherë. Është koha më e mirë e vitit për të prezantuar ide të reja, për të nisur projekte të pavarura apo për të bërë ndryshime rrënjësore në strukturën e biznesit tuaj. Paratë do të qarkullojnë me mjaft shpejtësi dhe do të keni mbretësim për të kapur mundësi mjaft fitimprurse. Në jetën tuaj emocionale ju jeni absolutisht të pakonkurrueshëm këtë muaj. Çiftet do të përjetojnë një ringjallje të pasionit dhe një harmoni të plot në vendimet e përbashkëta. Majmunët single do të kenë një sharm hipnotizues. Do të jeni në qendër të vëmendjes në çdo mjedis shoqëror. Shëndeti dhe vitaliteti juaj janë në nivelet më të larta. Gjeli. Gushti sjell një periudhë mjaft të rëndësishme të organizimit, rregullit dhe vlerësimit të detajeve për të gjithë ata që kanë lindur në shenjën e gjelit. Ju do të jeni mjaft të përshëndruar në vendosjen e një strukture të saktë në punën tuaj, duke pastruar çdo gabim të prapaskenave dhe duke rritur produktivitetin në maksimum. Kjo saktësi do t'ju vlerësohet mjaft dhe do t'ju sjellë stabilitet të plot financiar.
Shmangni projektet që premtojnë fitime të shpejta, pa pasur një bazë të shndrueshme logjike. Në sferën e ndjenjave, marrëdhëniet tuaja do të nisin të konsolidohen mjaft mirë. Për çiftet, tregimi i besueshmërisë dhe ndihma konkrete për partnerin do të forcojë lidhjen në çift dhe do të sjellë një ndjenjë të bukur paqeje në familje. Gjelat single do të ndihen mjaft të sigurt në vetvete, duke tërhequr njerëz që vlerësojnë seriozitetin, elegancën dhe integritetin tuaj moral. Shëndeti është i qëndrueshëm, thjesht mos harroni të çlodheni. Qeni. Për shenjën e qenit, muaji gusht ofron një atmosferë mjaft mbrojtëse, plot besnikëri dhe konsolidim të marrëdhënieve tuaja shoqërore dhe profesionale. Në punë, përkushtimit dhe ndershmëria juaj do të shpërblehen, duke ju sjellë një stabilitet të plot dhe njohje të meritave tuaja nga e prorët apo bashkëpunëtorët. Është një periudhë mjaft e mirë për të rregulluar aleancat e vjetra dhe për të ndërtuar plane afatgjata me njerëz që ju kanë qëndruar gjithmonë pranë. Financat tuaja do të jenë në kontroll dhe mjaft të sigurta. Në aspektin emocional, përkushtimi juaj do të sjellë një ngrohtësi të madhe në shtëpi. Çiftet do të kalojnë momente mjaft të qeta, plot mbështetje reciproke dhe siguri shpirtërore që largon çdo lloj dyshimi. Qenë single do të ndihen mjaft të plotësuar, duke tërhequr njerëz të sinqertë që vlerësojnë vlerat tuaja morale dhe besnikërinë tuaj natyrale. Shëndeti paraqitet mjaft i mirë dhe i fortë. Deri do të kalojë një muaj mjaft të mbar, plot gëzime, jetë sociale dhe fat në aspektin material gjatë muajit gusht. Energjia e këtij muaji hënor ju përshtatet mjaft mirë, duke ju sjellë mundësi të reja për të rritur të ardhurat përmes bashkëpunimeve të këndshme apo projekteve që përfshin komunikimin dhe artin. Ju do të keni një aftësi natyrale për të zgjidhur çdo lloj intensioni me mjaft lehtësi dhe humor të mirë. Në sferën e ndjenjave, romanca dhe lumturia do të jenë të pranishme në çdo ditë të muajit. Çiftet do të shijojnë darka të ngrohta, udhëtime të këndshme dhe një harmoni të plot që e bën jetën në çift mjaft të bukur dhe të rehatshme. Derrat single do të rezatojnë një energji mjaft pozitive, bujari dhe sharm shpirtëror, duke u bërë mjaft të dëshirueshëm për njohje të reja romantike në çdo rreth shoqëror që do të frekuentojnë. Shëndeti dhe humori juaj janë në pikën maksimale.